përshëndetje nga qendra e Tiranës, nga Pallati i Kulturës, nga opera, nga fondi, nga sheshi i Skënderbeu, kudo. Jam e lumtur që gjindem për 10 ditë të paktën këtu dhe jam e lumtur që të takoj njerëzit nga afër dhe sikur edhe një shpirt të bëj një ndryshim, për mua është fitim. Jam në misionin e shpirtit tim dhe për të gjithë ju që nuk keni marrësuar akoma misionin, mund të komunikoni, të mësoni misionin tuaj, karmën tuaj, të gjitha dhuratat tuaja. Jam e lumtur që gjendem këtu. Si që shikoni, pallatet punojnë gjithë njerëzit për gjithë të mira. Kjo është Shqipëria. Kjo është Shqipëria. Kjo është vendi im, një rrënjët e mia. Ju dua shumë dhe ju përshëndes. Dhe mos harroni që jeta është dhuratë, nuk është sakrificë. Le të dalim nga programet e sakrificës.